o do shkosh me Edi Ramën dhe shokët e tij e të votosh për ta t'i nxjerrësh shokët nga burgu, apo me të tjerë që kanë të njëjtën agjendë të nxjerrin shokët e tyre nga burgu dhe këta të dy bashkohen se që të nxjerrin shokët nga burgu duhet i binë SPAK-ut, o do votosh koalicionin Euroatlantik për të mbështetur SPAK-un dhe për të mbështetur familjen tënde, fëmijët e tu dhe një Shqipëri pa pandëshkueshmëri. Ka që thjesht është. Ne jemi e vetmja alternativë ku voton dhe do kesh të nesërmen ligjin për SPAK-un, do kesh mbështetje financiare, do kesh më shumë fonde, sepse synimi ynë, ndryshe nga ata që duan të zbrazin 313-ën, se e kanë treguar, i bashkuan votat më randi, është fakt që Edi Rama i kërkoi votat e Sali Berishës, Sali Berisha ja dha për të liruar 111 korruptuar të dënuar nga SPAK-u, është fakt, një sekond. Ky është fakt, nuk është opinion. Prandaj, i vetmi investim për ta çuar një sekond, po flas me Andi, pastaj bashkë. Një sekond, mos më ndërpre. Është fakt. Është fakt që i votuan për të liruar të korruptuarit. Pse? Këta bëjnë sikur janë kundër. Këtë korruptuar. Ta kanë 111. Kush janë ata 111? Eri për këto budallistë, pa ka dalë zyrtarisht e kanë raportin e Bashkimit Evropian. Po çka gazetari e ti më zot. Po i ka Bashkimi Evropian në raport emrat. Merë lexoje. A janë 111 veta nga amnistia? Më thuaj një emër. 111 veta nga amnistia. Seriozisht jeni ju? Mere hap, zoti Tela, zoti Abilekaj, po ju a them publikisht para shqiptarve, merrni lexoni raport progresit e Bashkimit Evropian dhe e keme fakte. Merë lexoni raportin e kreut të SPAK-ut dhe e keme fakte. Me çfarë morali kërkoni mua emrin? Çfarë jam unë, sekretari juaj t'ju them emrin? Merrni gjeni emrat. Lërini këto muhabete. Fakti është, u bashkuan dhe liruan të korruptuarit. Se ju djeg juve? Se ju djeg? Atë ju themi atë shqiptarve, që këta bëhen bashkë për të liruar të korruptuarit. Dhe këta kanë synim kryesor. Votove për Edi Ramën, do të nxjerrim atë vot të korruptuarit nga 313-a. Ku e shqiptarët? Të njëjtën gjë ka dhe ky tjetri. Të njëjtën gjë ka dhe ky tjetri. Të nxjerrë Ilir Meta nga 313-a. E vetmja vot për t'i mbajtur të korruptuarit në burg. Po të shtuar radhët e politikanëve të korruptuar që shkojnë të 313-a është koalicioni Euroatlantik, është numri 4. Të tjerët janë për të hequr korruptuarit nga burgu. Kjo është mund të respektit. Parat s'mund të jenë njëkohësisht edhe në xhepat tuaj, edhe në xhepat e shokëve të Ramës. Edhe subvencione për fermerët, edhe në xhepat e shokëve të Ramës. Edhe shëndetësi falas, edhe në xhepat e shokëve të Ramës. Sot fermerët nuk kanë subvencione, pensionistët nuk kanë pensione, taksat nuk ulen, studentët largohen nga vendi sepse parat janë në xhepat e shokëve të Ramës ke 313. Parat në xhepat tuaj, vota për koalicionin. Kjo nuk është fair. Që flet publikut dhe i shmangësh përgjigjes. Ne të pyesim, na thuaj një apo dy emra nga lista me 111 që the. Dhe unë po të them përgjigja ime është kjo. Ja ta them çfarë nuk është fair. Duke bërë këtë aludim, çfarë po thua ti? Që unë duhet memorizoj emrat e të korruptuarve që janë liruar. Nga 111 një emër e mban. Po pse po mund Elvis? A është fakt? Pse po mund Elvis? A është fakt? A është fakt që të korruptuarit janë liruar me amnistinë e shkurtit? Jo. A domethënë Bashkimi Evropian gënjen, SPAK-u gënjen dhe ti dhe Edi Rama thoni të vërtetën, Nëse ti thu shokët 7-7, ata janë brenda. Nëse do të përmendesh të 111 emra që s'kan lidhje me korrupsionin qeveritar, po me çfarë kanë lidhjen? Më thuaj pra emra korrupsioni ka përfituar pra. 111 të dënuar apo të ndjekur për korrupsion, u liruan. Nëse do të merresh me policë të rrugores që janë liruar nga amnistia. Lëri për korrupsioni, policë të rrugores. Ka rëndësia mesazhi. Me që i thua dhe vetës analist, mesazhi është ky. Nuk i them analist, them gazetar dhe fakti po them. SPAK-u i dënon, ne i lirojmë. Ky është mesazhi që tha. Kjo duhet të shqetësoj ty. Kjo duhet të shqetësoj. Nëse ti je për luftë kundër korrupsionit dhe jo ka të korruptuarve, ti duhet të jesh i pari që të shqetësohesh, që bashkohet Edi Rama me Sali Berishën për të dhënë shqiptarëve mesazhin që SPAK-u i dënon, ne i lirojmë. Nëse SPAK-u thotë që ngarkoni me dosje 50.000 lekë. Trekëndshi i Bermudës ju ka futur SPAK-u thotë ngarkoni me dosje 50.000 lekë. Prandaj është e gjitha. Doni t'ja shisni prap sapunin për djathtë shqiptarëve. SPAK-u e ka deklaruar, është fakt, 111 korruptuar u liruan. Ç'rëndësi kanë emrat? Rëndësi ka kjo, mesazhi që këta kanë dhënë, mesazhi që Edi Rama dhe Sali Berisha kanë dhënë. Ju i arrestoni, ju i dënoni, ne i lirojmë. Është spekullim. Tash janë spekulim apo janë liru? Kaq është. Tani jeni ju këtu. Këtë do të bëjnë edhe pas 11 majit. Po i la këta të dy, këtë do të bëjnë edhe pas 11 majit, do bëjnë prapë bashkë. Edi Rama do të heq shokët nga 77-300. A do të ikim ne të Sali Berisha ka shokët e vet. Këtë punë do të bëjnë. A do të ikim ne fletë dhe Ubi Murat? Ti bien SPAK-ut.
Jepeni votën për koalicionin A ti ikim ne dhe flet radio publikun. Ne s'do kenë shans ta bëjnë. Duhet i Për zotin Basha. 7, 313 do mbushet plot. Duhet temperatura pak më poshtë, ëh? Ka Është zotin Basha. një temperaturë shumë e Ne lartë. mund të ikim dhe ti të Ju lutem. publikun çfarë duash, në nuk të pasi filtr. Kaq. Po me mund ta bëni jemi bardhën ne për të vënë mund ta bëni të bardhën zez, e sekondë, zezën bardhë. bardh para gjithë shqiptarëve. Sekondë. Do unë të rrit ju dëgjoj. Pa mund të flas, mund të dëgjosh praktikisht. Kaq. Ne jemi këtu për Kjo të është e fituar. vërteta. Tani, për të Kjo është e vërteta. A më ja, Veritas. flasim. Edhe ikim unë, se tjere s'ka problem fare, se kam me rakun. Nuk kam, kur tjetë Berisha, se të zotin Akimi ka ftuar të Berisha, Ai mos e di unë se si rrini para tyre ju. para atyre ne nuk rrim, asnjëherë. Tani, Fakte kanë treguar që nuk rrim. ori ti orim ne para tyre. Jo, unë e kam. Fakte kanë treguar që nuk Para rrim. Berishës ti ke ndënjur para Fakte Berishës. kanë treguar që nuk Unë nuk kam parë, Unë kam folur me vendime. E lëm të bisedojmë. unë nuk kam parë njeri të Kur të radha ri tyre. para Berishës si Po, ke ndënjur ti. po. E vërteta është kjo. Para Ramës tani e ke të re, nuk e dim mirë. Ja se do flasim ne. Tani Janë Ose liruar, kompleksoni, vazhdoni me ne të kompleksojmë. që janë liruar të Ore korruptuar. ti do në datën 11, minutë më. Në datën 11 do shkosh ti o zotri. Me datë 11 do shkoj. Do shkosh ti për të votuar, jo ne. Por bëhet fjalë për jetën. Asi nga ne nuk votohet në Po e 11. pa të si ndeshje futbolli do ju afusin prap. Do ju afusin. Siç ju e kanë fut 12 vjet, do ju afusin edhe 4 vjet tjera. S'është ndeshje futbolli kjo. Unë me këtë fanellë ti me atë fanellë. Fanella vetëm që do veshni. Me 11 maj do të jetë fanella e vetes tuaj, e familjes tuaj, e fëmijëve tuaj, fanella e Shqipërisë së nesërmes. Dhe po e bëhet këtë, hapni syt, hapni veshët, vini trurin punë. Dhe mos u merrni prap prehunde nga një njeri që për 4 vitet e fundit vetëm ju ka zhvatur, Soi si Rama. ju ka mashtruar dhe ju ka dëbuar Soi si këta si Minut me politikanë minut. të vjetër je. Dakord, më dakord. Do të flasim me publikun pa asnjë filtr, pa Ore, kontroll. Tani do të E dëgjosh di njerëz. pse Atë ishte për filtrat tuaj. e di se pse vazhdon Rama. E di pse vazhdon Rama. Prandaj jemi këtu për shkak të filtrave tuaj. Po ti aty prandaj për filtrat tani, se vajte dështove në Partinë Demokratike për shkak të dhe filtrave aty. tuaj. E di pse Dhe për shkak Se të të tham, filtrave, o zotri, mënyra më e mirë për të ndjekur Facebook. Filtrat tani se dështove. E për ndryshe, trekëndçi Bermudës Ti ishe mos ishin filtrat ju tanë. jep sapuni për djath, për Do ishe në koalicion me Ramën sot mos ishin po e filtrat. di pse vazhdon vazhdon Ramën ke Sali Berishën. Jo, ti do ishe në koalicion të hapur. Koalicion e ke. E di Ai mund pse të jetë mos është i hapur. Listat e mbyllura bashk, korruptuarit bashk, edhe deputetët i kanë bashk. Nga Shkodra, gjerë në Vlorë. E di Edhe pse- në Tiranë. e di pse Elvis vazhdon- Roshi tregon ti mua. Tani, Elvis jo, Roshi. kam një pyetje. Alternativa e Sali Berishës, mund Elvis të- Roshi. A mund të bëj A ka demokrat që ta haj këtë? Voton PD, nxjerr Elvis Roshin deputet, Elir Metën. Po lëri more këto. Do e gjesa ju nga pushteti, do e gjesa, po tani të flasim pak për këtë çka ka ndodhur. 2021 deri sot juve niset një betejë. Shkarkuat Sali Berisha. Nisa shumë betejë, jo një. Me që ju tha ambasadë amerikane, shkarkuat Sali Berisha. Jo, s'është ashtu. Që s'është ashtu? S'është ashtu. Kush ju tha i të Jo shkarkuat? pra, s'është ashtu. S'është njësoj sikur të them unë. A ju erë në zyrë të shkarkuat dhe thatë, erdhën dhe më kërkuan të shkarkuat? Jo, s'është ashtu. S'është Si? ashtu. Ja t'ju ja them unë se. Po, Kur zoti Berisha u shpall në ngrata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkuan publikisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës. kush ishin këta? Departamenti i Shtetit. Ku e thanë? Erdhi zoti Rikër, me që s'ke kujtesë, po të them zoti Rikër e